Kosova ka bërë hapin e parë për pranim në Këshillin e Evropës, duke dorëzuar aplikacionin. Këshilli i Evropës pas largimit të Rusisë tani më ka 45 shtete anëtare, ndërsa për të pranuar, Kosovës i duhet përkrahja e 2/3 të tyre. Këshilli i Evropës është themeluar me 1949 si organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë, me sedi në Strasburg të Francës. Këshilli mbron lirinë e shprehjes dhe të mediave, barazinë dhe minoritetet në vendet anëtare, duke nxitur zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të arritura nga vendet anëtare për tema të ndryshme. Por cilat janë hapat procedural që duhet të ndërmerren tutje për antarësim të Kosovës në Këshill të Evropës, sa janë gjasat për pranim, cilat do të jenë sfidat me të cilat do të përballet Kosova pas antarësimit në Këshillin e Evropës, sa do të përfitojnë qytetarët dhe shteti nga ky antarësim, por edhe se cila do të jetë kostoja e shtetit, duke pasur parasysh nivelin jo as të lartë të sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut në vend. Për të gjitha këto, flasin ekspertët juridik dhe të drejtave të njeriut. Republika e Kosovës ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Procedura që pason nga ky moment deri në antarësim është relativisht komplekse. Përkatësisht së pari, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës kërkon nga ana e Asamblesë Parlamentare një opinion, i cili është me karakter jo obligativ, që të vlerësoj se sa i përmbush Kosova kushtet apo kriteret e përshtatshmërisë për të qenë antar i Këshillit. Me këtë rast në faza të ndryshme, pastaj Asamblea Parlamentare dërgon ekspertë të ndryshëm dhe raportues në Kosovë që të bëjnë vizita dhe të bëjnë vlerësime objektive se sa realisht korniza aktuale ligjore e vendit dhe gjendja në përgjithësi përputhet me kriteret apo vlerat themelore që përshkojnë Këshillin e Evropës, që janë sundimi i ligjit, demokracia si dhe respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut. Krahas kësaj, pas gjendjes aktuale, gjithashtu matet edhe gatishmëria e Kosovës për t'u zotuar në të ardhmen që pas ratifikimit, pas antarësimit në Këshill të Evropës, këto vlera themelore të ngrit në një nivel tjetër dhe të përmirësoj ato. Pasi që ekspertët dhe raportuesit të vlerësojnë gjendjen, ata pastaj përpilojnë një raport të cilin ja dërgojnë Asamblesë Parlamentare dhe pastaj varësisht nga nëse ky raport është pozitiv, Asamblea Parlamentare dhe dërgon në Komitet të Ministrave një opinion afirmativ se Kosova duhet të antarësohet në Këshill të Evropës. Siç e tham, ky opinion nuk ka karakter obligativ dhe mbetet do thotë kryesisht në dorë të Komitetit të Ministrave që të vendosë përfundimisht sa duhet Kosova që të ftohet për antarësim në Këshill të Evropës. Dhe kjo ftesë duhet të bëhet me 2/3 e shteteve anëtare që përfaqësohen në Komitet të Ministrave. Tëra çfarë mbetet, po që se Kosova pranon një ftesë të tillë, është që pastaj në Kuvend të Kosovës me 2/3 e votave të ratifikohet statuti i Këshillit të Evropës. Në momentin që instrumenti ratifikues, përkatësisht ligji, të dërgohet tek sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, atëherë Kosova do të konsiderohet se është antare e Këshillit të Evropës. Sa i përket gjasave për pranim, për antarësim në Këshill të Evropës, gjasat janë të mira, por është e vështirë të thuhet me saktësi se pranimi do të ndodhë. Kjo për faktin që përderisa opinioni dhe vlerësimi që bëhet nga ana e Asamblesë Parlamentare është vlerësim objektiv dhe bazohet në kritere të matshme, vendimi që merret në Komitet të Ministrave është vendim politik që varet nga disponimi i shteteve anëtare dhe duhet pasur parasysh që periudha nga momenti kur kemi aplikuar dhe deri në antarësim final mund të marrë vite. Kjo periudhë mesatarisht është 2 vite dhe do të thotë
varet tërësisht nga vullneti politik i shteteve anëtare dhe ky vullnet politik vlerësohet pas disa viteve, pra kur vjen momenti i aplikimit i antarësimit dhe jo sipas konstelacionit politik dhe situatës në të cilin ndodhemi tash. Dhe ajo çfarë duhet që të shpresojmë këtë aspekt është që të mos dalin të vërteta disa parashikime që i kanë bërë autor të caktuar në të kaluarën, që në ndikimin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës dhe investuese, të cilat nuk e njohin pavarësinë dhe shtetin e Kosovës, që në ndikimin e tyre Kosova të ftohet në Këshill të Evropës vetëm si anëtar i asociuar, që është një institut pra që nuk është aplikuar që nga vitet e 50 të shekullit të kaluar. Fillimisht më lejoni të them se për vendin, për Kosovën, kjo është një hap shumë i madh. Shpresoj dhe besoj shumë që ky aplikim do të jetë me sukses dhe më në fund Kosova do të jetë pjesë e Këshillit të Evropës, të pas parasysh vetë faktin se me antarësim këtë mekanizëm shumë të rëndësishëm të Evropës, Kosova për herë të parë do të jetë prezente në këtë këshill, në politikë bërjen e Këshillit edhe në vetë vendimet që i merr. Pra do të jetë pjesë e procesit dhe nuk do të jetë vetëm si vend i cili ka përfituar prej Këshillit të Evropës për fazën e përgatitjes vendit për antarësim këtë këshill, ndërsa padyshim që përfitimi do të jetë i shumëfisht për qytetarët. Në rend të parë për herë të parë krijohet mundësia që qytetarët e Republikës Kosovës në rast të shkeljeve të drejtave të njerëzit nga autoritetet publike me pas mundësi më adresu Këshillit të Evropës përmes mekanizmave që i ka, duke mos përjashtu këtu edhe gjykatën evropiane për drejtat e njerëzit si një gjykatë e cila me qëndrimet, vendimet të cilat i merr ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në respektimin e drejtave të njerëzit, duke sqaruar dhe duke qartësuar shumë aspekte që lidhen me drejtat e njerëzit. Besoj që me vetë antarësimin e Këshillit të Evropës, qytetarët kanë me pas mundësi me përfituar edhe prej mekanizmave tjerë, jo vetëm prej gjykatës, dhe kjo padyshim na ban mundi si pjesë e Evropës, na ban mundi si pjesë e barabartë e këtij komuniteti, e në anën tjetër ka me pas shumë përgjegjësi dhe shumë detyrime për vetë institucionet e shtetit me vetë faktin e antarësimit në Këshillit të Evropës. Ndikimi me plot drejtë është i dyfisht. Me një anë i referohet institucioneve shtetënore ose vetë shtetit të Republikës Kosovës, në anën tjetër ka të bëjmë me përfitimet që ju e përmend me drejt gjithashtu qytetarëve. Çka mund presin qytetarët është realisht përfitimi i drejtë për drejtë që mund me pas prej Gjykatës Evropiane të Strasburgut ose Gjykata Evropiane për Liritë e Drejtat e Njerëzit, që është mekanizmi i Konvencionit Evropiane për Liritë e Drejtat e Njerëzit, dhe kjo është një prej mekanizmeve kryesorë që globalisht sot në botë njihet si mekanizmi më efektiv në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Me fjalë tjera, nëse kështu mund me përshkruaj, është një sistem gjyqësor i cili nuk njeh pardone për shtetet nëse ato kanë shkel drejtat e njerëzit ose kanë shkel Konventin Evropian për Liritë e Drejtat e Njerëzit dhe njihet për kompenzimet e mëdha që shqipton në favor të qytetarëve në dëm të shtetit në rast se siç thash ato kanë shkel të drejtat e lirive. Kosova është i vetmi vend në Ballkan i cili deri më sot nuk ka qenë pjesë e këtij mekanizmi gjyqësor ndërkombëtar, tasoj regional të kontinentit Evropës, siç thash, mekanizmi më efektiv globalisht në botë. Edhe ky është përfitimi që mund presin qytetarët për realizimin e drejtave të tyre në rast se ato konsiderohen që është shkel nga ana e institucioneve shtetënore. Ndërsa për shtetin, është fakt që ngrit në një mos të madhe përgjegjësinë edhe llogaridhanin e autoriteteve shtetënore ka shi mekanizmeve ndërkombëtar nëpërmjet prap sistemit gjyqësor dhe vendimeve që nxjerr Gjykata Evropiane e Strasburgut, të cilat janë obligative, të cilat mbikëqyrën në ekzekutim përfundimtar nga ana e Komitetit të Ministrave, që gjithashtu është një trup tjetër veçantë e Këshillit të Evropës, dhe që ka detyrë ndër detyrat kryesore mbikëqyrjen e zbatimit të vendimit të Gjykatës Evropiane të Strasburgut.
Kjo në relacionin qytetar edhe shtet, ndërsa në përgjithësi, sa i përket shtetit Kosovës, përfitimet janë gjithashtu të mëdha në kuptimin e përkrahjes që mund presin nga ky mekanizëm, përfshi Asamblenë Parlamentare e cila kujdeset normal për mbrojtjen e demokracisë në vend edhe mbikëqyrjen, e dyta Komiteti i Ministrave që gjithashtu është trupa ekzekutive kryesore e Këshillit të Evropës, ndërsa për mekanizmave të tjerë transition është trupa e cila përkujdeset për mbikëqyrje të aferave korruptive në shtetet përkatëse, duke ndihmuar në reformën ligjore, administrative, teknike, trajnime për shtatshme tjera për stafin. Kemi gjithashtu mekanizmin tjetër jashtëzakonisht të rëndësishëm që është Komisioneri për mbrojtjen e lirive drejtave njerëzit në kuadër prapë të Këshillit të Evropës, që bën vlerësime në baza vjetore të shteteve përkatëse, por edhe mekanizma tjerë të rëndësishëm sikur Komisioni i Venedikut, i cili kujdeset për përshtatshmërinë e ligjeve vendore me standarde ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës, por edhe mekanizma tjerë mbikëqyrës të konventave tjera, jo të konventës evropiane, por të konventave të nivelit evropian, siç është konventa për mbrojtje kundër torturës, edhe komitetet përkatëse të kësaj konvente që mbikëqyren shtetet anëtare se pe zbatojnë konventën përkatëse ose konventa tjetër që njëtë si konventa Stambollit, cilën Kushtetuta e Kosovës edhe vetë deputet para 2 vite më tepër e kanë fuqizuar dhe kanë fuqi pjesë të Kushtetutës së Kosovës. Këto mekanizme kanë drejt për mbikëqyrë në baza vjetore, raportojnë në baza të rregullta dhe Kosova tash do të bëhet përgjegjëse para këtyre mekanizmeve sa i përket nivelit respektimit të gjitha këtyre konventave, por mbi të gjitha efekti kryesor ka të bëjë me Gjykatën Evropiane të Strasburgut, siç thashë që do të jetë kujdestari kryesor i shkeljeve drejta njerëzit, dhe qytetarët mund presin kompenzim në rast se autoritetet shtetërore kanë shkel këtë drejtë. Sa i përket përfitimeve që do të kenë qytetarët e Republikës së Kosovës në momentin e ratifikimit në momentin e antarësimit në Këshill të Evropës si dhe pastaj edhe ratifikimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, sigurisht janë të shumta. Kjo për faktin që ne aktualisht në Kosovë veç se zbatojmë Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit, mirë po kjo rrjedh si obligim që përcaktohet me dispozita kushtetuese, por nuk ka një mekanizëm mbikëqyrës se sa realisht po zbatohet kjo konventë. Dhe pasi të antarësohemi në Këshill dhe të ratifikojmë Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit, është Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit me seli në Strasburg, si dhe pastaj sa i përket ekzekutimit të vendimeve të saj Komiteti i Ministrave, ata që bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj konvente. Ne aktualisht në rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të njerëzit, adresa e fundit është Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Pas antarësimit dhe ratifikimit, qytetarët e Kosovës do mund që edhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese t'i adresojnë në Strasburg. Dhe përkundër rastit që me Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, Gjykata e Strasburgut ka të drejtë edhe që të jap dëmshpërblime monetare në rastet kur gjen shkelje të konventës. Sigurisht që ky është një lajm shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, duke qenë se do të kenë një mekanizëm shtesë të mbikëqyrjes së respektimit të drejtave të tyre, dhe kjo do të bëhet nga ana një gjykate që është shumë kredibile dhe vlerësuese, një ndër gjykatat më profesioniste në botë. Mirë po duhet të theksohet një fakt i rëndësishëm që shkeljet që do të mund të adresohen në gjykatë të Strasburgut do të mund të jenë vetëm ato shkelje që do të bën pasi që Kosova të ratifikojë konventën, dhe jo edhe shkeljet e kaluara apo shkeljet që ndodhin tash, për shkak se jurisdiksioni kohor i gjykatës së Strasburgut është i kufizuar vetëm në shkeljet që ndodhin pas ratifikimit, apo në ato shkelje që ka ndodhur në të kaluarën apo në të tashmen, por që vazhdojnë të ndodhen edhe pas ratifikimit apo që nuk adresohen edhe pas ratifikimit. Mendoj që kanë me qenë të disa natyrave sfida, jo vetëm të natyrës për cilën ju po flisni. Fillimisht duhet me pa se sa korniza jonë ligjore është në përputhje me qëndrimet dhe me standardet që ka vendosur Këshilli i Evropës. Këtu po menaj sfida është më e lehtë sepse për vitet me radhë është punuar këtë drejtim. Besoj që pjesa dërmuese e legjislacionit është në përputhje me instrumente ndërkombëtare që janë të zbatueshme nga Këshilli i Evropës, edhe nga gjykata dhe mekanizma tjerë që i ka Këshill, dhe po besoj që me një angazhim institucional, po dhe përgjithësi të shoqërisë dhe akterëve që mund me dhënë kontribut, mund me dalë që me harmonizun plotni krejt infrastrukturën ligjore me instrumentet ndërkombëtare.
Ajo që mbetet sfidë më e vështirë është ndërtimi i kapaciteteve për me mujt me i plotësu na detyrimet që dalin me antarësimin e Kosovës në Këshill. Na kanë ndihmu shumë mënyra e rregullimit kushtetues të funksionimit të sistemit tonë shtetëror, sidomos neni 53 dhe neni 22 kushtetutës, ku parashikon edhe një listë të instrumenteve ndërkombëtare që janë ligje direkte të zbatueshme në Kosovë në e përsi me ligjet vendore, po në anën tjetër edhe neni 53 që përcakton që interpretimi i vendimeve të gjykatës së Strasburgut duhet kenë përparësi në raport me ligjet, pra vendimet e kësaj gjykate janë marrë edhe si praktik, por edhe si norma juridike në zbatim të procedurave, qoftë gjyqësore, qoftë procedurave tjera. Megjithatë, duhet shumë punë, sepse tash po hyjmë në një fazë ku kemi pas edhe mbikëqyrje. Deri tash ne kemi pas raporte vëzhguese, raporte monitoruese, por asnjëherë raportet në nivelit mbikëqyrës me obligime dhe përgjegjësi të qarta, po në këtë rast duke i parapa dhe mosat konkrete që mund mi marrë Këshilli i Evropës ndaj Kosovës, në rast se nuk plotësohen këto detyrime që dalin nga instrumentet ndërkombëtare. Kjo shërben shumë edhe për vetë institucionet shtetërore, sepse i detyron me qenë më të përgjegjshëm punën e tyre, ndërsa përfituesit direkt ka me qenë qytetari, sepse ka me mri me përfitu shërbime shumë më të mira prej institucioneve. Në anën tjetër ka me pas një garanci shtesë të respektimit të drejtave të tyre, por edhe të barazisë para ligjit dhe të trajtimit barabartë nga këto institucione. Njëra prej sfidave kryesore që unë e vlerësoj dhe që parashikoj që mund ndodh është problemi me funksionimin e sistemit ligjor në Kosovë. Këta që ju e quani sundim i ligjit, nga se si duket ka me pas nevojë për një reforme gjithëmbashme në disa prej sektorëve kryesor në funksionimin e sistemit drejtësisë të vendit, edhe për shtatjen e këtyre ligjeve vendore me standarde ndërkombëtare. Kjo ka me qenë për mendimin tim një nga sfidat kryesore. Ndërsa sfida tjetër pasuese që do të vijë, sigurisht do të jetë përgjegjësia e autoritetit shtetëror në gjykatën e Europiane të Strasburgut. Ne kemi folur për kohë të gjatë edhe si shoqëritë civile edhe institucione publike për problemin e funksionimit të sistemit gjyqësor, e sidomos ato që kanë të bëjnë me gjykimin e drejtë brenda një aparatit të arsyeshëm kohor. Dhe është fakt notor që sistemi gjyqësor nuk ka arritur me përmbush asnjëherë këtë standard për pas në gjykim të arsyeshëm brenda një aparatit të arsyeshëm kohor. Keni parasysh nëse merret në përbazë numri i landëve gjyqësore, i cili është aktive sot në gjykatat vendore, edhe të ketë parasysh eventualisht kompenzime që mund të shqiptohet vetëm për shkeljen e gjykimit brenda një aparatit të arsyeshëm kohor, unë mendoj që Kosova ka me pas probleme serioze me buxhetin e vet, siç kanë pas edhe shtetet tjera më demokratike, ndoshta kisha më thujt, në vitet paraprake, pikërisht me vendimet e gjykatës Evropiane të Strasburgut, ndoshta sa për kujtim vlen me përmend Italinë si rast ndoshta mostur, që për shkak të rasteve të humbur në gjykatën Evropiane të Strasburgut në vitet 90, në vitet 96, 97 nëse gaboj, është dashur të bëjnë komplet një reformë në sistemin gjyqësor dhe sistemin ligjor për të përshtatë kuptohet me kërkesat e gjykimit të gjykatës Evropiane të Strasburgut, nga se Italia në atë kohë kishte humbur jashtëzakonisht shumë në shqiptimin e kompenzimeve nga ana e gjykatës për shkak të shkeljes së kësaj drejte dhe kishte detyruar që të bënte gjithë këtë trashëgim. Edhe kuptohet kur keni parasysh një situatë me Italinë, efekti shumë më i madh dhe ndikimi ka qenë shumë më i madh në Kosovë, pikërisht vetëm për rastet që konsiderohet që janë bazike e që kanë bënë me gjykimin me një apatit të arsyeshëm kohor. Prandaj kjo shqetësimi im kryesor sa përket implikimeve që mund të ketë antarësimi tani dhe kuptohet roli i gjykatës evropiane karshi institucioneve shtetërore. Sa i përket asaj që është fakt për që Kosova nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm të respektimit të vlerave themelore të Këshillit të Evropës, që siç e përmendëm janë demokracia, sundimi i ligjit dhe respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit. Mirë, po për antarësim në Këshillin e Evropës nuk kërkohet që këto respektimi këtyre vlerave të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm. Mjafton që niveli i respektimit të jetë relativisht i kënaqshëm, por është shumë e rëndësishme edhe që Kosova pastaj të shprehë zotimin e vet që këto vlera në të ardhmen të respektohen edhe më shumë dhe të jenë në një nivel tjetër. Dhe për këtë qëllim, pastaj në momentin e antarësimit, Kosova duhet të zotohet gjithashtu të marrë obligime të konkrete që të ratifikojë shembull konventat të caktuara të Këshillit të Evropës apo që të zbatoj
të përmbush reforma të caktuara në këto vlera themelore dhe cilat do të jenë zotimet specifike që do duhet të marrë, kryesisht varet nga ajo se çfarë do të jetë relevante në atë kohë pas disa viteve, pra që siç e përmendëm, ky proces për mund të marrë vite dhe këto zotime kryesisht rrjedhin nga ajo se rrjedhin kryesisht nga analiza dhe vlerësimi që do të bëhet nga ona e ekspertëve dhe raportuesve kur e skanojnë për gjendjen e përgjithshme në të cilën ndodhet vendi jonë. Pa dyshim që njëra prej përfitimeve që ndoshta mujë me e ditë që shtash që ka me ndodhë nga ona në raport me qytetarët është përmirësimi i situatës ose përgjegjësia e shtetit në raport me proceset e drejta gjyqësore dhe në kohë të arsyeshme. Vite me radhë është përsërit vazhdimisht nga krejt aktorët që kanë vlerësuar dhe kanë analizuar sundimin e ligjit dhe gjendjen e demokracisë në vend, kanë konstatuar që shkeljet më të mëdha të drejtave të njerëzit kryesisht vijnë prej sistemit drejtësisë në raport me mosofrimin e drejtës për një gjykim në kohë të arsyeshme. Tash na këto më vetëm e dim si fakt, ajo që është e rëndësishme është me pa gatishmërinë e institucioneve për me mujt me adresu qartë zgjidhjen e këtij problemi, për ndryshe konsideroj që shteti, përgjithësi vendi ka me hyrë në obligimet shumëta në raport me Gjykatën Evropiane për drejtat njerëzit, sepse tani më do të kemi një mekanizëm i cili përveç se do të konstatoj shkeljen e drejtave të njerëzit në rast të zvarritjeve të procedurave gjyqësore, do të sankcionoj ose do të penalizoj edhe shtetin, edhe në aspektin material, por edhe në aspekt me vlerësimin që do të ketë për vendin në kuadër të raporteve që nxjerr Këshilli i Evropës. Ky është përfitim direkt, ndërsa përfitimi indirekt do të jetë i shumë thjesht, do të jetë i shumatshëm, sepse fillimisht do të ndikojë më u përmirësu vetë sundimi i ligjit, vetë performanca që kanë institucionet në raport me respektimin e ligjit dhe respektimin e drejtave të njerëzit, por edhe mundësinë që individët, organizatat dhe aktorë tjerë që kanë interes me adresu çështje edhe në Këshillin e Evropës në mekanizma që i ka brenda saj edhe në Gjykatën Evropiane për drejtat e njerëzit dhe besoj që kjo është një përgjegjësi shtesë, është një mbikëqyrje shtesë edhe një mundësi shtesë për qytetarët. Për përvojën time këto 22 vite në fushën e drejtave të njerëzit, ekskluzivisht mendoj që do të jenë sfida neni 6 i Konvencionit Evropian që referohet pikërisht gjykimit drejt marrëdhënia pa të arsyeshëm kohor dhe gjitha ta çojnë në nenet edhe në kriteret e kësaj të drejte, që është një paket kogja e madhe e drejtave të njerëzit që përfshin edhe drejtat procedurale edhe ato materiale. Pastaj mund të jetë edhe në 5 i konventit që flet për lirinë dhe sigurinë, se kemi shumë probleme në sistemin e shqiptimit të masave si të paraburgimit edhe masave tjera nga gjykatat penale në vendin tonë, që në masë madhe mund me cenu këtë aspekt që Gjykata Evropiane e Strasburgut gjithashtu ka kriju standardet të gjithë bashkme. Pastaj mendoj që mund të kemi probleme të diskriminimit në 14 i konventit evropiane që në masë madhe aplikohet në gjithë kontinentin e Këshillit të Evropës dhe ata në mënyrë strikte. Ndërsa në Kosovë mendoj që mund të ketë problem pikërisht efekti diskriminimit sepse kemi shumë situata të cilat po mund trajtohen pikërisht për kësaj gjykate, nuk ka një praktikë të mirë të themeluar gjyqësore këtu në Kosovë. Pastaj mund të shtohet gjithashtu problemi i mungesës mjeteve juridike efektive, që është në 13 i konventit evropiane, te ne kemi parasysh gjykatat tona të rregulla rrallë herë vendosen për shkeljet e drejtave të njerëzit ose për mbrojtjen nga shkeljet e drejtave të njerëzit, kështu që nuk është trajtuar sa duhet. Ndërsa gjykata kushtetuese e Kosovës, siç dihet, ka një numër shumë të kufizuar të rasteve në cilat ka elaboruar, ka trajtuar çështjet e shkeljes të drejtave të njerëzit, dhe nuk mund të konsiderohet ndoshta mekanizëm sipas kërkesave të Gjykatës Evropiane të Strasburgut që plotson kriteret për të qenë një mjet juridik efektiv në dispozicion të qytetarëve. Edhe këto kishin me qenë sipas menimit tim disa prej çështjeve kryesore këtu që kuptohet, nuk përjashtohen edhe në 8 i konventit evropian që flet për jetën private dhe familjare. Kemi pas shumë raste tu filluar nga sistemi ligjor që konsiderohet që cënon këtë segment edhe këtë fushë, patëm kohëve të fundit kodin civil të Kosovës që në një masë ishin kundërshtim me këto standarde të konventës, përfshi edhe lirinë e shpresë mendimit që gjithashtu në masë të madhe po ka pas raste në cilat nuk vlerësuar edhe për raportet ndërkombëtare, mirë po edhe që ne në Kosovë këtu brenda kemi pas zë kritik sa i përket nivelit mbrojtjes së drejtë. So i përket asoj se cilat do të jenë kostot në rast se
Kosova nuk zbaton apo nuk do të përmbush detyrimet që do të merr me rastin e antarësimit në Këshillin e Evropës, sigurisht që do të jetë shumë problematike që Kosova në të ardhmen të mos zbatoj statutin e Këshillit të Evropës apo konvenat e ratifikuara, vendimet e gjykatës së Strasburgut apo zotimet që janë marrë në momentin e antarësimit. Organet kyçe të Këshillit të Evropës, që janë Komiteti i Ministrave dhe Asambleja Parlamentare, kanë në dispozicion mekanizma të caktuar të mbikëqyrjes se sa Kosova po i respekton obligimet që i ka marrë. Dhe në veçanti, por këtu theksojmë që edhe sa i përket azëm zbatimit të vendimeve të gjykatës së Strasburgut, është Komiteti i Ministrave ai që përkujdeset që këto vendime të respektohen nga ana e Shtetit të Kosovës me theks të veçantë në atë se dëmshpërblimet monetare që janë dhënë sa janë përmbushur. Dhe sigurisht që nëse nuk respektohen këto obligime të marra, kjo është në rend të parë është e dëmshme për imazhin e Kosovës në raport me shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, ashtu edhe me vetë institucionet e Këshillit, por njëherët mund të ketë edhe pasoja të caktuara të cilat kanë të bëjnë me pjesëmarrjen dhe të drejtat e Kosovës në procedurat në Këshill, dhe këto pasoja mund të jenë graduale deri në përjashtimin final nga Këshilli i Evropës. Mendoj që ka mu dash një periudhë kohore për me mujt me pa nëse a jemi në gjendje si shtet dhe si vend me i plotësu këto detyrime dhe standardet që janë të përcaktuar për me qenë pjesë ose antar i Këshillit të Evropës. Du me besu që kemi plotësu dhe pse sfidat janë të shumta, duhet një vullnet i fuqishëm politik dhe një angazhim jashtëzakonshëm institucional, por dhe i koordinu mirë, sepse ajo që unë po e vrej prej se jam pjesë si të themi e strukturave publike ose në shërbim publikut në punën time, pjesa e koordinimit është problematike sa i përket funksionimit të institucioneve tona. Besoj që është kriju një traditë e mirë sa i përket marrjes përgjegjësive që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare, nga antarësimet në organizata ndërkombëtare ose nga marrëveshje tjera. Krejt çka duhet është me atë vullnet politik që po besoj ka me ekzistu, me koordinu mirë në mes të institucioneve dhe me mujtë me i shëndru në plan të mirë të veprimit për me mujtë me i përmirësu krejt shërbimet tona dhe me i plotësu ato standarde dhe kërkesa që i ka Këshilli i Evropës. O mendoj që është e mundshme, mu arrit, mu përmbush të detyrime, megjithatë rrugës me siguri që do të ketë vështirësi të shumta. Sa përket aderimit të konventit, unë besoj që është një tepër çështje formale, mirë po aspekti përmbajtësor është shumë më rëndësi, sepse aftësia për të raportuar në mënyrë denjë para këtyre mekanizmave para, e dyta për të përmbushur këto standarde, janë sfida goxha të mëdha që Kosova besoj ka me pas probleme në këtë drejtim. Ndërsa në anën tjetër kuptohet se gjitha këto mekanizma të cilat ne i përmendëm në fillim të kësaj interviste kërkon që Kosova të ketë edhe përfaqësimin e vet adekuat edhe kualitativ, shpresoj unë, sepse Kosova ka të drejtë pastaj që përfshi Asamblenë Parlamentare, përfshi Komitetin e Ministrave, përfshi vetë Gjykatën Evropiane dhe trupa tjera që të ketë përfaqësimin e vet në këto mekanizma, edhe po niveli i kualitetit përfaqësimit Kosovës do të varet kryesisht nga përcaktimi për njerëz që mund me përfaqësu nivelin e vendit në këto trupa, edhe përfaqësimin sigurisht dinjitos po themi, sepse jo çfarë do përfaqësimi, ka me qenë njëra prej sfidave kryesore, sepse është hera e parë që Kosova andasohet në lloj mekanizmi të tillë ndërkombëtar me kaq shpesh të madhe dhe me kaq ndikim të madh, dhe përfaqësimi i denj i Kosovës është për mendimin tim jashtëzakonisht i domosdoshëm edhe do duhet ishte definitivisht shumë kualitativ për të qenë në nivel për të marrë me shtetet tjera anëtare të Këshillit të Evropës, që nuk është numër i vogël, mbi 46 shtete.